Me vetëm 5 kokra aspirin do shpëtoni nga stresi i rrobave të bardha. Ju mjaftojnë 5 kokra aspirina të cilat pasi t'i shtypni, derisa të bëhen pluhur duhet t'i shtoni në një enë me ujë të ngrohtë. Pra ju duhen 5 kokra aspirin dhe një enë me ujë të ngrohtë. Tek ena me ujë të ngrohtë, tresni aspirinat, shtoni në të rrobat e bardha dhe i mbani aty për të paktën 2 orë. Pas kësaj lani rrobat si zakonisht në lavatriçe. Kjo metodë vlen së tepërmi për rrobat e bardha që me kalimin e kohës humbasin bardhësinë e tyre. Truku me aspirina i rikthen atyre shkëlqimin dhe madje i zbut. Kështu ju nuk do të lodheni madje as nga hekurosja, sepse aspirina nuk do të shkaktoj shumë rrudha, por ajo që është më rëndësishme është se rrobat tuaja të cilat tashmë mund të kenë edhe njolla të verdha, do të jenë të bardha si në ditën e parë që ju i keni blerë.